Të dashur shqiptar, kam gjetur origjinën e qytetit të Pejës. Emri Pejës tregon që ne jemi Dardanët e dikurshëm dhe në fakt nuk ka ndryshim fare midis gjuhës së folur nga Dardanët dhe gjuhës së folur nga ilirët në territorin e Shqipërisë, po ashtu dhe nga ilirët e folur në Greqi të quajtur Arvanitas. Dhe arsyeja është e thjeshtë. Është vërtetuar që fjala pish lidhet me gjuhën latine pix, që i thonin pishës, po i thonin dhe rëshirës së pishës, po ashtu edhe ziftit. Kështu i thonë në gjuhën latine pix. Trupat romake pushtojnë Dardanin dhe ngren atje një qytet, Pikaria. Pikaria, më vonë Pekium, e merr këtë emër pikërisht për shkak të industrisë të perandorisë romake për prodhimin e rëshirës dhe prodhimin e ziftit. Megjithëse fjala zift në gjuhën shqipe ka hyrë nga turqishtja dhe kjo nga arabishtja, fjala rëshirë është në gjuhën shqipe, është dhe në gjuhën arumune, dhe do ta shpjegojmë në një film tjetër. Por fjala pish, pra është e lidhur me fjalën pix në gjuhën latine, dhe kjo tregon që gjuha shqipe është një gjuhë indo-europiane, pra ilirët kanë folur shqip. Dhe këtë provon ky toponim i Kosovës, qyteti i Pejës sot. Kjo fjalë hyn në gjuhët gjermanike, pech, i thon rëshirës. Gotët pushtojnë pikërisht Ilirin, futen në qytetin Pekium, e marrin këtë fjalë në gjuhën e tyre dhe kjo fjalë shpërndahet edhe në gjuhët balltike. Ky emër Peja gjendet edhe në gjuhët slave. Pra, është përhapur pikërisht nga gadishulli ilirik. Kjo na bën ne shumë të gëzuar. Çfarë ka ndodhur? Nga fjala Pekium, vendi ku prodhohej pikërisht rëshira, ka ardhur fjala Peja. Për fat keq, kjo fjalë ka hyrë edhe në gjuhë slave, peq. Ose peç, është në gjuhën serbe, emri i Pejës. Unë e kisha sugjeruar që kjo fjalë vjen nga fjala me pjek në gjuhën shqipe, sepse gjendet kjo fjalë edhe në gjuhët slave. Ky shpjegim është pranuar nga Akademia e Kosovës, ka hyrë në tekstet, librat e Kosovës dhe Peja konsiderohet si fjalë ilire nga fjala pjek. Këtë pohon edhe inteligjenca kompjuterike, sepse inteligjenca kompjuterike mbështetet mbi librat që janë bërë deri tani, dhe të gjithë librat thonë që Peja vjen nga peç dhe peç vjen nga pjek, furnalt, për të pjekur. Është menduar që vërtet nga kjo është origjina e fjalës Peja. Mirë po, këto janë fjalë me shqiptim të praafërt, quhen homonime në gjuhësi. Dokumentat e perandorisë romake tregojnë që Pekium ose Pikaria është emër romak, është emër nga gjuha latine, po nuk ka mbetur në bijat e latinishtes. Ka mbetur në emrin e Pejës. Tani, kjo është gjë shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Gotët futen në Iliri dhe e marrin këtë fjalë nga gjuha ilire, latine, e kolonistëve dhe e sklevrëve të perandorisë romake. Dhe është bërë pjesë e gjuhës gjermanike, pech, i thonë pikërisht rëshirës dhe ziftit. Mund ta fusim këtë fjalë në gjuhën shqipe. Lidhet me fjalën pish, një lloj si fjala latine pix, pishës dhe rëshirës i thonin. Pra,
Kjo shprehje piks dhe pishë ka mbetur vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e zhdukur latine. Gjuha latine është zhdukur, nuk ekziston më, po kjo fjalë është në gjuhën shqipe, pish. Tani nuk mund ta quajmë pish edhe rëshirën edhe pishën, po mund ta quajmë pishëzë. Pejës mund t'i vënë emrin pishëzë për këdhelës. Kjo vërtetohet në shumë emra arvanitas. Është mendim shumë i bukur që më erdhi sot. Pra s'ka nevojë fare ta përdorim fjalën peja, e cila ka ardhur në fakt nga varianti i gjuhës së gotëve, peh, që i thon furrës ku bëhet zifti, kjo ka hyrë në gjuhën serbe, peç, i thon furrës ku bëhet zifti. Pra mbas këtij zbulimi, shkencëtarë gjerman janë shumë të lumtur sepse nuk kishte asnjë toponim gotë në Shqipëri. Mund ta mbajmë këtë toponim dhe me këtë shpjegim sepse gjermanët atëherë do na fusin në Europë me dëshirë. Si të doni ju. Ose mund ta quajmë me dy emra, peja dhe pishëzë. Edhe kjo mund të bëhet sepse shumë emra qytetesh në Iliri kanë patur dy variante. S'ka asgjë të keqe që peja të quhet dhe pishëzë. Por fakti që nuk vjen nga fjala pjek është shumë i rëndësishëm, sepse kjo tregon që nuk lidhet fare me gjuhën serbe. Pra emri pishëzë do e vuloste në fakt përfundimisht origjinën shqiptare të këtij emri. E vërteta është se Europa ne nuk na pranon, na konsideron një koloni të madhe greke, sepse në Shqipëri ka shumë emra grek, si toponime. Po ky emër nuk është grek. Pra helenët nuk arritën që të ngrejnë një klasë elitare që të vëjë toponime në Dardani. Ka disa toponime greke. Pra gjuha shqipe ka mbjetuar në Dardani. Ky është një sukses shumë i madh i Shqipes. Kjo tregon që jemi pasardhës të ilirëve. Dhe këtë shpjegim që po e bëj unë sot, nuk do ta gjeni në asnjë enciklopedi. Tani mua do të ishte dobishme për mua që unë të bëja një libër, ta shisja, të bëja doktoratur, si shumë jevga që kam bërë në Shqipëri. Mirë po unë jam zemërgjar. Çdo gjë e kam nxjerr falas. Unë nuk dua të përfitoj fare nga këto zbulime të mëdha sepse unë e di që emri im do mbetet i përjetshëm. E di këtë. Shqiptarët do ta vlerësojnë shumë punën time. Dhe unë e di që portreti im varet në shtëpitë e arvanitasve dhe në shtëpitë e arbreshëve, për krah portretit të Gjergj Kastriotit. A ka rritje më të madhe se sa kjo? Edhe shqiptarët e Kosovës më vlerësojnë shumë. E di këtë nga mesazhet e tyre në rrjetet sociale. Në fakt, ndjekësat e mi më të mëdhenj janë edhe shqiptar me banim në Turqi. Ata nuk ndjekin asnjë nga këta evgjitët, sudet, por më ndjekin mua. Sepse ata din turqisht, gjithashtu din italisht, dhe e kuptojnë që shpjegimet e mia janë shumë shkencore, ose të vetmet. Këtë shpjegim nuk do ta gjeni në Wikipedia dhe nuk do ta gjeni në Enciklopedinë Britanika. Pra, unë kam lexuar të 30 volumet e Enciklopedisë Britanika kur nuk kishte internet. E kuptoni çka kam bërë? I kam lexuar në mënyrë të heshtur në shtëpinë e tezës sime. Tezja ime e dashur. Shpirti im. I përshëndes të gjithë kushërinjtë e mi, se për këtë i kam bërë filmat, që ta din kush jam. Unë duhet të kthehem në atë dhe me njëherë.